Kombëtarja e Shqipërisë në basketbol për meshkuj, e cila po përgatitet në Shkodër për ndeshjen zyrtare ndaj Slovakisë në raundin e parë para kualifikuese të Eurobasket 2029, zhvilloi një miqësore me ekipin e klubit të basketbollit Deqiq nga Mali i Zi. Ndeshja e luajtur mbrëmjen e së mërkurës në Pallatin e Sporteve Qazim Dervishi u dominua nga basketbollistët kuqezi, të cilët dolën fitues. E veçanta kësaj ndeshjeje ishte debutimi i trajnerit të ri të kuqezinëve, spanjollit Ricardo González. Ishte një ndeshje miqësore me Malin e Zi, me Slovakin duhet të përgatitemi më mirë pasi janë një ekip i mirë. Duhet të bëjmë shumë në mbrojtje dhe në sulm. E mirëprit aftesën e FSHB-s për të qenë në krye të kombëtares. Sa i përket gjendjes së skuadrës dhe përballjes që kemi përpara, duhet të them se ka lojtarë shumë të mirë, e ardhmja është premtuese. Në 3 ditë nuk mund të ndryshojmë shumë gjëra, por do të japim më të mirën. Isha në ndeshjen Vllaznia Tirana, pa Shkirin, një i ri i talentuar dhe i fuqishëm. Ka një të ardhmë të mirë. Në 2 mars në sfidën me Slovakin, di që ka një ekip të fortë, e vështirë për ne, por do të bëjmë më të mirën. Trajneri i skuadrës malazeze Simoni Vezaj kishte funksion të dyfisht në këtë ndeshje. Trajneri i Deqiqit si dhe zvendës trajneri kombëtares shqiptare. Ekipi është në rinovim e sipër. Kemi filluar që në periudhën kur ka qenë profesor Karaj me rinovimin e ekipit dhe janë ofruar shumë lojtarë të ri, tani kanë ardhur edhe disa të tjerë. Dhe kështu që nuk mund të pritet një gjë që të ndryshojë apo të bëhet shumë e madhe për një cikël apo 2 cikle. Kështu që Shqipëria sigurisht ka një të ardhme të mirë, një të ardhme nëse do të punohet me programin e dur, besoj se në të ardhmen do të ketë suksese. Miqësorja me Deqiqin shërbeu si një test serios për kuqezinjtë e Koshit, në pritje të sfidës zyrtare me kombëtarin e Slovakisë, e cila do të luhet më 2 mars në Pallatin e Sporteve Qazim Dervishi në Shkodër.